Reality show I njohur Ferma VIP ka startuar sezonin e tij të ri këtë javë, duke sjellë në vëmendje një kast të pasur personazhesh publike. Mes tyre, një nga figurat më të përfolura është këngëtari I njohur Frederik Ndoci, I cili ka tërhequr vëmendjen për sjelljen e tij brenda fermës. Në episodin e fundit, Ndoci u pa duke konsumuar alkool, një moment që ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale. Disa e kanë parë këtë si një aspekt argëtues të personalitetit të tij të lirë dhe artistik, ndërsa të tjerë shprehin shqetësim për sasinë e konsumuar dhe efektin e tij në sjelljen e këngëtarit. Një video e shpërndarë së fundmi tregon Ndocin duke u lëkundur në lëvizjet e tij, ndërsa një tjetër konkurrent, Albi, e ndihmon për të ecur brenda fermës. Ky moment ka sjellë komente të shumta nga publiku, disa prej të cilëve e konsiderojnë një reng të planifikuar nga vetë Ndoci, ndërsa të tjerë ngritin pyetje mbi menaxhimin e situatës brenda programit. Ndërkohë, Ferma VIP si format televiziv synon të sjellë argëtim, por gjithashtu ka përgjegjësi për të ruajtur një balancë mes humorit dhe mesazheve që përcillen te publiku. Kjo situatë ka hapur një debat të ri mbi kufinë e argëtimit dhe trajtimin e sjelljeve të tilla në programet televizive.